Të merrem me YouTube ka qenë ëndra ime që para 10-12 vitesh, kur shikoja youtuberët amerikan dhe gjithmonë më ka pëlqyer ai stili i jetës. Fatmirësisht kam arritur ta arrij atë lloj jetese, që nga videot e para kur filluam të incizoj me shokët e mi projektin Bukfalisht. Më pëlqen të punoj në ambient ku liria e kreativitetit tim nuk ka tavan, është gjithçka në dorën time dhe mund ta shpreh talentin dhe kreativitetin tim në mënyrën si dua unë. Ka pasur shumë raste ku unë duhet të leja gjithçka anash për shkak se doja të krijoja video non-stop. Për shembull, vitin e kaluar unë duhet që ta bëja pauzë një vit në fakultet për shkak se dëshiroja të krijoj video në YouTube. Po të krijosh video nuk mjafton vetëm kreativiteti, por ekziston edhe ana teknike që realisht në vendin tonë nganjëherë është shumë e rëndë që të arrihet. Për shembull, të blesh pajisjet që të duan për video, nganjëherë arrin shuma që nuk mund të përballon. Nuk ka gëzim më të madh se kur lexon dhe sheh mira njerëz duke komentuar dhe duke komplimentuar punën që ti ke bërë. Normal, Amerika është vendi që realizohen ëndrat, sidomos në industrinë e filmit dhe muzikës, por edhe Europa nuk është një vend që nuk do e kisha dëshiruar. I kisha inkurajuar të gjithë fëmijët që më ndjekin në rrjetet sociale, që vetë se më ndjekin, që çdo herë të punojnë për ëndrat e tyre, asnjëherë mos ndalen, asnjëherë nuk është vonë, asnjëherë nuk është herët, çdo herë është momenti i duhur.